Përshëndetje të gjithëve, dëshiroj me zemër që ky video mesazh i imi në këtë fundvit t'ju gjej sa më mirë dhe sa më shëndosh në familjet tuaja. Në fakt kemi kaluar një vit jo fort të lehtë, qoftë në arritje dhe në objektiva, por edhe në angazhime vendore, por edhe në problematika të ndryshme. Megjithatë, fal një angazhimi të gjithë administratës të bashkisë, por edhe me institucionet e tjera vendore dhe qendrore, ja kemi dalë që ta përballojmë më së miri. Në fakt, ky vit që kaloi kishte vështirësitë e veta, por një ndër kryesoret në të cilat edhe institucionet vendore, por dhe ato qendrore u vunë një sprovë të madhe, ishte fatkeqësia që na ndodhi me zjarret në njësinë Skënderbegas, por ashtu edhe në njësinë Kukur. Megjithatë, ashtu siç thash, fal një angazhimi të përgjithshëm, të gjithë strukturave, vendore dhe qendrore, ja dolëm të minimizonim pasojat e shkaktuara nga zjarret. Por gjithashtu, me një punë kolosale, me një punë shumë të madhe, në një kohë shumë të shpejtë, në një kohë shumë rekord, arritëm të bëjmë të gjithë evidentimin dhe vlerësimin e dëmeve dhe ja ku jemi. Për pak kohë fillon dëmshpërblimi i dëmeve në këto njësi të prekura nga zjarret. Por nuk kanë qenë vetëm këto. Kemi bërë investime në arsim, kemi bërë investime në sport, kemi bërë investime në kulturë, kemi bërë investime në infrastrukturë. Por nuk është kjo gjithçka. A kemi nevojë për më shumë? Patjetër që kemi nevojë për më shumë. A ka Gramshi nevoja për më shumë dhe investime për më shumë? Patjetër që ka nevojë për më shumë. Por garantoj të gjithë gramshiotët që administrata e Bashkisë Gramsh, unë si kryetar bashkie, jemi dhe do të jemi deri në fund të vendosur që gjithçka të përballojmë me sukses dhe të bëjmë maksimumin për qytetin dhe për qytetarët tanë. Pa e zgjatur shumë, dua që t'ju uroj të gjithë gramshotëve të mi, kudo që janë, në Gramsh, në Tiranë, në Durrës, në gjithë Shqipërinë, në të gjithë diasporën, të kenë një vit të ri të mbar, të shëndetshëm, për ata vetë, për familjet e tyre, gëzuar vitin e ri 2026.